është të vërtet që një protestë me që kemi thirë, një në mbështetje të aty, se protesta kanë thirë veteranët e ushtrisë shqiptare kombëtare dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës, atje, edhe disa qytetarë, dhe ne jemi të gatshëm, ne kemi dalë si organizata dalë nga lufta, sidomos organizata veteranëve ka dalë mbështetje të asoj proteste paqësore që do të motë liri për shqiptarët, apo drejtësi për shqiptarët. Ne jemi të gatshëm, ne jemi në fazën përfundimtare, pse ne kemi përmbajtur çdo sen. Protesta do të motë në sheshin Skënderbeu, do të jetë numër bukur i madh mbas informacioneve, edhe nga Republika e Kosovës do të vërshojnë qytetarë, veteranë gjithë që do të vinë në protestën e Maqedonisë e Veriut. Ose domosdoshme se unë me dalë mbështetje dhe me thirrje mos më shkosh një dobësi shumë e madhe llogaritë, unë do të jem prezant në protestë bashkë me liderë të ndryshëm partive politike edhe nga partitë shqiptare të Maqedonisë, po ne besoj se edhe nga Kosova do të ketë liderë, do të ketë edhe deputet parlamentit të Kosovës që më kanë ndihmuar që të vinë protestë. E është dërson 2 lekë. Një lekë nga Çajiri, një është nga ata, po është leja që me intervenim, ato është dorë pak me intervenu disa ndërkombëtar për lejen me morë, se ai ka hezitu në fillim, po leja lëshue, bile kam telefon, mu i mi o treguan telefon leje, që kam lejen e kam për protest, leja është më mbojt protest, apo kjo protest pasore, deklarata me Skovski, këto është një deklaratu më të thëmë, për arsye politike ma shumë, për vetje ko, e dyta, mendon që të frikson njerëzit nga Kosova gjëja që mos shkojnë në sene, po jo, aja protest popullore, protest qytetare, ka karakter kombëtar, gjithmonë, si thasha drejtësi për shqiptarët, dhe asgjë tjetër, protesta është paqësore, ne nuk shkojmë të provokojmë situatat as një vend, as në Londë, as në Francë, po as në Shqipëri, as në Maqedoni, që na kanë 4 shtete që të shkojmë protestojmë, po ne protestojmë për arsye se ato jetojnë shqiptarët në Maqedoni, edhe është të formuar shqiptarët, kështu që ata shokët tonë, kolegët tonë na kanë ditë nevojshme që të jetë edhe një protestë në Maqedoninë e Veriut, në Shkup, pikërisht në Shkupin e Prishtinës, që ne do të protestojmë në mënyrën më të mirë të mundshme të setë. Do të thotë nuk do të ketë asnjë ekses nga ana jonë. Jo, nuk e besoj për arsye se edhe ata janë vetëdijshëm që paqja duhet mbi zotëri gjithkohë. Ata tash janë si Maqedonët, si shqiptarët janë shtat formues. Në Maqedoni dhe Maqedonia varet shumë për shqiptarëve, dihet që 2 partë kanë formuar shtetin e Maqedonisë së Veriut, e unë besoj se do të ketë as nga ana tyne. Po gjithmonë siguria do të jetë në nivel, ata kanë më përsipër ta bëjnë sigurinë, edhe unë shpresoj se edhe kufini do të jetë i hapur, ashtu më kanë premtuar, kam pas disa takime, kam pas disa telefonata për tyne, kjo është e vërtet që do të jetë çdo sa në rregull. Kërkesa ime ka qenë vetëm që listat serbe mos të jenë në kufit e Maqedonisë. Kam premtuar, nuk është për me ju besu se ne dim politika slave çfarë janë, po si do kudo ata na kanë do të ketë probleme fare. Unë kam bo apel, ju më të me autobusa, për shkak që kufini mund të jetë i bllokuar, mund të kem vonesa, kam bo apel që gjithë vinë me makina nga Kosova, Shqipëria dhe nga të që vinë nga Presheva, vinë me makina jo me autobusa. Jo, ne nga institucionet e Kosovës nuk kemi përkërë as një protestë deri më sot. As në Prishtinë kur mbajt atë kohë ngusht, as në Shqipëri, as në Hag, as në aty nga institucionet e Kosovës e kam fjalën. Nga partitë politike kanë dalë, na kanë mbështet. Kanë deputet ndryshëm për partive ndryshme, po na kanë mbështet nga institucionet e vendit tonë, s'kemi pas kurrë. Ne nga qeveria e Shqipërisë kemi pas mbështetje, edhe nga partitë e vogla politike, sa ju e dini PT atje veç na dol kundër momentet e fundit sa Berisha na dol kundër, në arsye nuk e di pse ka dol kundër. Nga subjektet e vogla, nga shoqëritë civile, nga organizatat e tyre qeveritare në Shqipëri, mbi 45 organizata që na kanë mbështetur në atë kohë kanë dalë mbështetjet tonë. Qeveria e Shqipërisë pa të mundsuar autostradat jetë 24 orë pa lek, s'kem pagu fare, hyrje dole kanë qenë gjitha kanë qenë pa lek, që na kanë ndihmuar shumë neve në drejtim, jo që na kanë ndihmuar në 5 euro të personi, po kanë gjitha ato automjete, gjitha ato autobusa në atë kohë dhe 24 orë kanë pas pa lek autostradën. Këtu në Maqedoni nuk kemi mbështetje nga institucionet e Maqedonisë dihet, se me Skovski që ka dalë kundër protestës, po nga partitë politike ndryshme, nga gjitha partitë e vogla, PBDI, gjitha partitë, nga shoqëritë civile kemi përkraje që na kanë mbështet, edhe atë që ishte konferenca për media pa 2-3 ditë në sheshin Skënderbeu, ju keni po edhe vetë besoj, kemi pas njerëz nga lemite ndryshme ato, përkraje tonë, edhe nga shoqëritë civile, nga organizata ndryshme shqiptare, gjithmonë të na kanë bojkotuar mediat maqedone, nuk e di arsyeën pse, na kanë bojkotuar s'kanë ardhur, po kanë ardhur gjitha mediat shqiptare kanë ardhur.
Kështu që unë besoj protestat do jetë më të mira të mundshme do të protestojmë. Në mënyrë të qetë, ne jemi të ngritur një shqetësim në gjithë Ballkanin do të mundohemi kështu, jemi të ngritur një shqetësim të treguar që ata njerëz janë pafajshëm, ata njerëz janë pa drejtësisht atje që 5 vite mbahen. Kështu që ne na ka gëzuar fakti i lirimi i Sikilajt, në shokit tonë, në bashkëpunëtorit tonë, që po shpresoj që tash gjykata speciale ka fillu ka pak ndoshta të relaksion të raporta këtu mendimet tona që i kundërsojna, shpresojmë që edhe ata të lirohen të shtëpia vinë, pak të për festat të fundit, edhe të jenë me kusht derisa të bëhet një verdikt që unë mendoj edhe shpresoj edhe duhet besoj shumë që verdikti të jetë mënyrën pozitive më të mirë të mundshme nga ana e jon, duke i parë dëshmitarët e fundit që e treguan realitetin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nëse më lejohet me shfrytzu mediumin e ju 30 sekonda, ju bëj thirrje gjithë qytetarëve shqiptar kudo që janë na bashkangjiten në Shkup, gjitha rrugët na çojnë në Shkupin kryeqytetit e Maqedonisë së Veriut apo Shkupin e Hasan Prishtinës të asaj kohe vitit 1911-12 që tim atje në mënyrë më të mundshme të protestojmë dhe të kërkojmë drejtësi asgjë më shumë.